Tregon një mjek i cili ka qenë ndërimi natës në urgjencë. Dhe thot na vjen një rast tepër urgjent, thot i ka mbet dikujt një kikirik në fyt. E kanë pru gati të vdekt. E thot u mundu me gjitha ja kanë nxjerr kikirikun. Ai kikiriku ka rau për tokë, se kanë vure ato, e kanë nxjerr. Kur vjen ndërimi tjetër të nesmen, 7-8 mëngjesit, ndorohen doktorët dhe ai që ka ardhur mëngjes e shikon kikirikun për tokë. E merr edhe e fshin. Edhe shtingoj. E ka hangër. I thot ky doktori që ka qenë mbram, thot çka të hangër? Ç'a han? Thot e gjeta një kikirik poshtë dhe hangra. Tani mos flasim këtu, si e hangri, si nuk është neverit, leja ç'është e neverit, ka ndodhi. Edhe ky mjeku çka i thot? Thot i madhrum, subhanallahu, i madhrum qoftë Allahu, thot. Thot i mbeti kikiriku aty në fyt mram, e nxorën, pastaj qenë në fak, pastaj qenë risku jot.